Armpushimi mes Izraelit dhe Iranit, Trump nominohet për Nobelin e Paqes. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, është propozuar për çmimin Nobel për Paqe 2025 për rolin e tij të jashtëzakonshëm dhe historik në ndërmjetësimin e një armpushimi mes Izraelit dhe Iranit. Pas asaj që raporton Fox News, propozimi është bërë nga përfaqësuesi i dhomës përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Buddy Carter, i cili në një letër drejtuar Komitetit të Nobelit vlerëson leadershipin e Trump në përfundimin e asaj që u quajt lufta 12 ditore. Sipas Carter, ndërhyrja e Trump ndihmoi në ndalimin e përshkallëzimit të dhunës dhe në shmangje në një lufte të mundshme bërthamore, duke cilësuar atë si një akt të vërtet diplomacie ndërkombëtare. Armpushimi i shpallur nga vetë Trump hyri në fuqi pas një zinxhiringjarjesh dramatike që përfshin një sulm izraelit ndaj objekteve bërthamore iraniane, ndjekur nga shërbimet të ashpra raketash dhe ndërhyrje ajrore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Irani reagoi me sulme ndaj një bazë amerikane në Katar, por sipas raportimeve ishte dhënë paralajmërim para prag dhe nuk pati viktima. Carter theksoi se veprimet vendimtare të presidentit Trump ishin thelbësore për arritjen në një marrëveshje të shpejtë që shumë e konsideronin të pamundur, duke shtuar se përpjekjet e tij përfaqësojnë idealet që çmimi Nobel për paqe synon të nderojë, ndjekjen e paqes, parandalimin e luftës dhe përparimin e harmonisë ndërkombëtare. Kjo nuk është hera e parë që Trump nominohet për këtë çmim prestigjioz. Më herët gjatë vitit ai është propozuar edhe për ndikimin e tij global pas fitores në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Ndërkohë, sipas faqes zyrtare të Nobelit për vitin 2025 janë paraqitur gjithsej 338 kandidatura për çmimin për paqe. Megjithatë, nominimi i Trump ka ngjallur reagime të përziera në arenën ndërkombëtare. Një ligjvënës ukrainas, i cili më parë kishte propozuar Trump për Nobel për përpjekjet për paqe në Ukrainë, ka tërhequr zyrtarisht nominimin, duke deklaruar se ka humbur besimin në aftësinë e tij për të ndaluar luftën në Europën lindore. Po ashtu në Pakistan, ku disa zyrtar kishin mbështetur nominimin për ndërhyrjen e Trump në krizën Indi-Pakistan, janë ngritur zëra të fortë kundër, sidomos pas sulmeve amerikane ndaj Iranit.